Arsyet pse ju zëngërç gjatë natës dhe si ta parandaloni atë. Dhimbjet e muskujve gjatë natës, si pasojë e kontraktimeve që ndryshe njihen si ngërçet e spazmave të ndryshme, mund të shfaqen edhe në pulpat e këmbës ose në kofsh dhe të krijojnë gjithashtu probleme me cilësinë e gjumit tuaj. Ato zakonisht zgjasin për disa sekonda, por ndonjëherë edhe për disa minuta. Ato mund të zgjasin gjithashtu edhe të përkeqësojnë në cilësinë e gjumit. Këto dhimbje shfaqen tek meshkujt dhe femrat zakonisht pas moshës 50 vjeçare. Kjo sidomos shpjegon çarkullimin e karakterizuar dhe pa kontrollin e lëvizjeve të këmbëve. Arsyet mund të jenë medikamentet, shtatzania, alkooli, ushtrimet të dobta dhe qarkullimi i dobët i gjakut. Për të evituar një gjë të tillë, bëni gjithashtu dush të ngrohtë para se të flini, bëni ushtrime për muskujt, shtriqni këmbët, merrni magnez dhe kalium në mbikëqyrjen e ekspertit dhe vishni këpucë ortopedike.